Krenare Mulliqi. Ashtu si varimi edhe ceremonia e të pamës për Haxhi Thaçin, babain e ish presidentit Hashim Thaçi, po mbahet pa praninë e tij pasi gjykata speciale nuk ja lejoi pjesëmarrjen. Vendimi nuk është mirëpritur fare mirë dhe është kundërshtuar ashpër nga familjar, por edhe ish bashkëluftar të ish presidentit Thaçi, si dhe krerë të lartë shtetëror në Kosovë dhe Shqipëri. Megjithatë, 3 ditë para se të vdiste Haxhi Thaçi, ish presidenti vizitoi atë në QKK në Prishtinë. Detajet të asaj dite, por edhe për kontributin e Haxhi Thaçit, do të na tregojë më shumë një ish bashkëpunëtor apo ish këshilltari i zotrit Hashim Thaçi, zotri Ismail Sylla. I nderuar, faleminderit shumë për kohën. Fillimisht disa fjalë për Haxhi Thaçin dhe për kontributin e tij. Po, do të thotë babai presidentit që në vitet kur ka qenë ilegalitet e thellë, presidenti atëherë student, ose edhe pas kohës si student dhe nga ardhjet e tij nga Zvicra si ilegal, ai ka ditë veprimtarinë e tij se i biri i tij po mirret me një punë të rrezikshme, domethënë faktikisht një punë që ka qenë domethënë veprimtaria ilegale e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe gjëja më e rëndësishme është se do thotë babai presidentit të periudhën e luftës, ofanzivat e verës 98 deri në vjeshtën e 98, si dhe bombardimet e NATO-s i ka pritur në vendlindjen e tij, domethënë në rreth fshatit të tij, dhe ka jetuar së bashku fatin e popullatës, sepse ka pas gjitha mundësi të tërhiqet, por e ka jetuar jetën si që kanë jetuar të gjithë njerëzit e kësaj treve. Dhe ndërkaq, edhe pse është bërë baba i një personaliteti shumë të famshëm, ai pas lirimit ka luajtur vërtet jetën një burri me vlera klasike, si njeri modest, si njeri me profil të ulët, dhe domethënë ka bërë tamam një jetë pa kurfar domethënë zhurmë, si themi, në jetën publike. Kështu që është model i prindit, model i familjarit e i zotit shtëpisë, që edhe pse familja është në rang të kombëtare njëor, ai din të bëjë jetë shumë modeste. Ardhja nuk ju lejua ish presidentit Thaçi në varrim, megjithatë ai vizitoi disa ditë para se të vdiste. Cilat mund të jenë arsyet? Është bërë kërkesa me kohë? Arsyet, do të thonë, vizita që është bërë me shumë vonesë. A nuk ishte fushata zgjedhore, apo nuk di çka ndikoi, po edhe atëherë u dash 3-4 herë, do të thonë, të paraqitet raporti i gjendjes së tij shëndetësore. Në ndërkohë ai me 13 mars arriti që ta vizitoi prindin për së gjalli, dhe ishin do të thonë orët e çmalljes, orët kur, si të them, shpirti i Basit Haxhi kishte pritur deri në atë moment, dhe në atë moment në një mënyrë u përshëndet me jetën e vet, duke e parë djalin e vet, dhe kjo ishte domethënë në kuadër të rregullave shumë strikte që i ka ajo gjykatë speciale. Ndërkaq edhe për rastin e varrimit, kërkesa është bërë, siç prononcohet edhe ekipi mbrojtjes, me kohë. Por çfarë janë ato rregulla nuk e di, ajo joja strikte e gjykatës u kundërpërgjigj jo strikte të tyre një përgjigje po e popullit. Populli në mënyrë masive tregoi që Hashim Thaçi do meritonte të lejohej të ishte në mesin e familjes, të jap lamprovimin e fundit prindit të tij. Domethënë populli tregoi që ai ka merituar të jetë, ndërkaq gjykata i ka rregullat e veta, dhe sipas gjitha gjasave ajo tash mund ta bëjë një zbutje të shpirtit saj, si më thon, shumë segregativ. Dhe ndoshta pasi të përfundoi kjo ceremonia e nderimit të mbëshllimeve, atë mund ta lejojnë të vijë të shohë nënën, vëllezërit edhe gjithë familjarët e tjerë. Pra pas të pamës thoni që mund të ketë një vizitë nga ish presidenti? Besoj që po, besoj, sepse duke u bazuar në përvojat e mëparshme të burgosurve në Hag, ata janë lejuar pas mbarimit të mbëshllimeve, janë lejuar që të vinë ta vizitojnë, por jo në praninë e një opinionit publik, edhe një pjesëmarrje masive siç është kjo në shprehjen e ngushtimeve ose në varrim. Do të jetë më private. Në ndërkohë, përveç Thaçit, edhe në të kaluarën kemi kësaj lloj praktikash, kemi Kadri Veselin, por edhe të tjerët që nuk i është lejuar pjesëmarrja. A mund të themi që kjo është shkelje e të drejtave? Absolutisht, kjo është shkelje, absolutisht, sepse këta njerëz, domethënë, nuk janë njerëz që domethënë do të krijonin skandale ose do të krijonin shkas për të krijuar ndonjë problem, ndonjë skandal publik.
përkundazi këta njerëz me plot disiplinë, me plot dinjitet, me plot përgjegjësi. Këta kanë qenë, domethënë, njerëz të institucioneve kryesore të këtij shteti dhe personaliteteve të tilla nuk i shka tu avështi lupën e dyshimit se ai mund të bëjë diçka ose të tillë, kështu që kjo është një shkelje drastike. Kjo është një antihumanizëm kështu i klasit të parë, edhe është një turp i pashlyshëm i profilit të kësaj gjykate e cila me të vërtet as nuk është ndërkombëtare, as vendore. Është një gjykatë që ka fituar një pavarësi dhe po bën çka të dojë. Kemi parë që në ditën kur ju refuzua kërkesa zotrit Taqit, në mesin e reagimeve ka reaguar edhe Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu. A mendoni që mund të ketë ndonjë efekt tek gjykata reagimi i saj? Jo, do të thonë institucionet e Kosovës, as sepse gjykatën e kanë krijuar Kuvendi i Kosovës. Asnjëherë kryetarja e gjykatës speciale Bullgaria Trendafilova nuk ka domethënë një raport, nuk ka dhënë raport fare në Kuvendin e Kosovës dhe asnjëherë ata nuk kanë treguar që janë të pavarur plotësisht nga institucionet e Kosovës dhe institucionet e Kosovës nga ana tjetër asnjëherë nuk e kanë ngritur zërin, asnjë mocion në parlament, asnjë paraqitje, domethënë kundër kësaj gjykate, sepse me rastin e rënies së raportit të Dick Martit kjo gjykatë është dashur të mbyllet dhe ata të jenë këtu. Sepse do të thotë kjo gjykatë absolutisht për raporti Dick Martit ka bërë që të ndryshohet kushtetuta e Kosovës dhe të themelohet gjykata speciale. Ndërkaq ai raport ka rënë, këta vazhdojnë të jenë të burgosurit të burgosurit më të diskriminuar në Evropë. Sepse po të ishte Kosova antare e Këshillit të Evropës edhe po të ishte domethënë një antare një shteti i rregullt, po të ishin këta qytetarë me një ankesë në Strasburg, këta njerëz do të liroheshin brenda 6 muajsh, sepse një qytetar evropian brenda 6 muajsh ose i ngritet tek akuza ose lirohet. Ndërkaq ata nuk i liruan në asnjë moment. Edhe vazhdojnë të jenë tepër padrejtësisht, sepse nuk prapa tyre fsheton vetëm familja dhe asnjë strukturë shtetërore nuk e ka ngritë zërin për të thënë kësaj gjykate eja dhe jep llogari për padrejtësi dhe shkeljet e të drejtave të tyre. E përmendët punën e Kuvendit, por a mendoni që qeveria kishte mundur të bënte më shumë në këtë drejtim? Republika e Kosovës nuk është republikë presidenciale, është njeriu i parë faktikisht është kryeministri. Kryetari i Kuvendit është domethënë institucion tjetër, ndërkaq presidenca këta që sot domethënë e marrin këtë presidencë kanë çuajtur noteri, jo domethënë institucion që ka 33 kompetenca. Kryeministri po të intervenonte, po të dilte me një raport për shkeljen e drejtave këtyre njerëzve, atëherë asaj gjykate do t'i dridheshin këmbët. Por në askush nga njerëzit që janë krye të institucioneve nuk e ngrej zërin për ta kundërshtuar këtë diskriminim dhe këtë racizëm në zemër të Evropës. Të përmendmi pak edhe gjykimin, e dim që së shpejti pritet të përfundojnë edhe dëshmitarët e prokurorisë pra në gjykatën speciale, kur pritet ndoshta të marrë epilog ky gjykim? Në 4 prill përfundohen domethënë lista e dëshmitarëve nga ana prokurorisë, pastaj është avokati i viktimave, pastaj duhet ekipi mbrojtjes paraqes një domethënë raport vetin që është më vërtet është një land shumë e gjerë. Brenda kësaj gjykate, kjo prokurori ka grumbulluar rreth 3 milion faqe. Deri tash mbi 2 milion faqe ka kaluar nëpër durrët e avokatëve, nëpër durrët e kësaj gjykate. Domethënë është diçka është e madhe, është diçka voluminoze sa nuk ka ndodhur në asnjë gjykatë. Gjitha krimet për Jugosllavinë që kanë qenë krye kriminalet e Ballkanit nuk kanë pas domethënë kësa akuza. Këtu është përkthyer çdo faqe gazete, gjithçka që ka qenë e shkruar kundër ushtrisë kombëtare të Kosovës dhe kundër liderëve të saj. Kështu që domethënë është një mëkat i madh është se kjo gjykatë nuk ka lejuar që disa nga personalitetet botërore, siç ka qenë Madeleine Albright dhe siç ka qenë generali Jackson, për shkaqe biologjike të japin domethënë të intervistohen më herët aty dhe ata do thotë sot janë të vdekur, janë atë botë, sepse domethënë kjo gjykatë nuk ka pranuar që ata që japin dëshmi shfaqësuese të paraqiten me kohë
dhe të tregojnë se këta njerëz kanë pas bashkë veprim në kohën e luftës dhe shtetë ndërtimit me personalitetet e larta botërore, siç ka qenë Madeleine Albright, si ka qenë Tony Blairi, si ka qenë Kushneri, si ka qenë Dan Everts, edhe personalitetet tepër të larta që tregojnë se më të vërtet këta njerëz nuk janë kriminal lufte, por këta janë shtetë ndërtuesit e këtij vendi. Por financiarisht si qëndrojnë qoftë zotri Taqi dhe të tjerat, apo kryen obligimet ndaj tyre, ndaj mbrojtësve, por edhe për shpenzimet të tjera? Po, kjo sasia e mjeteve financiare që qeveria e Kosovës i ndan për gjykatën nuk është e mjaftueshme për ekipet, sepse ato nuk janë domethënë ekipe ballkanike, po janë ekipe që thjesht janë me tarifa shumë të larta dhe ato dikujt janë mbulojnë, dikujt nuk janë mbulojnë. Zotri Sylian, nëse nuk keni diçka më shtu, ju falenderoj shumë për kohën. Unë falenderoj për këtë.